Cili është specialisti më i mirë që mund t'i vi më tepër në ndihmë fëmijës tim me autizëm? Kjo është një pyetje që bëhet shpesh, dhe mbase përgjigjja që prisni të dëgjoni është logopedi ose psikologu. Por realiteti është që prindi është specialisti më i mirë që mund t'i vi më tepër në ndihmë fëmijës me autizëm. A i keni vënë re se si shpesh, kur fëmijët janë të vegjël dhe flasin, janë prindrit ata që dinë si ti përkthejnë. Prindrit dinë gjuhën e fëmijëve të tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me prindrit e fëmijëve me autizëm. Ata kalojnë kohën më të madhe me fëmijët e tyre dhe janë personat që i njohin më mirë se çdo kush tjetër. Dhe është kaq e rëndësishme që gjithmonë të kemi një bashkëpunim mes prindërve dhe specialistëve që punojnë me fëmijët me autizëm. Pasi, informacioni që ne marrim përmes prindërve është informacioni më i çmuar.